Kryeministri Edi Rama, njëherësh dhe kryetari i Partisë Socialiste, ka zhvilluar një takim me kandidatët për deputet të qarkut Vlorë, ku shpreh se skuadra e përzgjedhur në këtë qark për zgjedhjet e 11 majit ka një harmonizim të shkëlqyer mes ambicjes, qëllimeve dhe shoqërisë së përbërë nga komunitete, prejardhje dhe opinione jo gjithmonë të njëjta. Një skuadër të re, një skuadër me karakteristika që nuk i ka pasur më parë, një skuadër që përtej ngjyrës, përtej asaj tërësisë së vlerave dhe të parimeve nga mirëpamja politike që na bashkon, ka hapur një derë edhe për të tjerë që mund t'i kenë ngjyrat pak më ndryshe ose shumë më ndryshe, por që përtej ngjyrës besojnë në të njëjtën gjë që besojmë ne dhe janë këtu me ne për të qenë ne së bashku, shqiptarë dhe shqiptare të bashkuar siç duhet të jenë në të gjitha nivelet për të realizuar një ëndër shekullore. Ëndrrën shekullore të qenit njerëz të lirë, një herë mirë dhe të jetuarit në një vend ku liria individuale dhe liria e zgjedhjes së njerëzve nuk vihet më rrezik. Kreu i Partisë Socialiste ka folur dhe për drejtësinë, teksa e ka quajtur një lëvizje tektonike sipas tij qasjen e re të drejtësisë. Rama nuk ka kursyer lavdrimet mbi Partinë Socialiste, duke thënë se është mbështetja socialistëve dhe merita e tyre për luftën që drejtësia është duke bërë ndaj korrupsionit. Është një herë mirë e siguruar dhe nuk mund të kërcënohet nga askush dhe nga asgjë ka gabim. Liria individuale në Shqipëri mund të garantohet një herë mirë dhe të mos kërcënohet nga askush dhe nga asgjë, vetëm nëse Shqipëria hyn në familjen europiane dhe nëse ky popull bashkohet me të gjithë popujt e tjerë të Bashkimit Evropian në ombrellën e Bashkimit Evropian, ku bëhet e pamundur për çdo qoftë që udhëheq këtu që të devijojë rrugën e popullit shqiptar duke cënuar dhe kërcënuar lirinë individuale. E nëse për lirinë individuale kjo është kështu, imagjinoni tani çfarë është kjo për barazim para ligjit. Mëtej Rama u ndal tek profilet e skuadrës që do të përfaqësojnë qarkun e Vlorës dhe ka theksuar se sipas tij kandidatët janë një harmonizim i eksperiencës dhe irisive.